Kush është Necmettin Erbakan? Njeriu që ndryshoi historinë politike të Turqisë. Necmettin Erbakan është një nga figurat më me ndikim të politikës turke dhe një nga liderët që la gjurmë të pashlyeshme në historinë moderne të vendit të tij. I lindur me 29 tetor të vitit 1926 në qytetin bregdetar të Sinopit, Erbakan u dallua qysh në rini për zgjuarsinë dhe vizionin e tij. Ai studioi inxhinierinë mekanike dhe më vonë u bë një nga akademikët më të respektuar në Turqi, përpara se të hynte në politikë. Politika për të nuk ishte thjesht pushtet, ishte një mision për ta ngritur Turqinë me forcat e veta, për ta bërë vendin të pavarur ekonomikisht dhe për t'i dhënë shoqërisë një orientim moral e shpirtëror. Në një kohë kur sistemi politik turk ishte i dominuar nga laicizmi i rrep, Erbakan solli një frym të re, një vizion që e quajti rruga kombëtare, që kërkonte zhvillim, drejtësi sociale dhe kthim tek vlerat tradicionale të besimit. Në vitin 1996, pas dekadash përpjekjesh, Erbakan arriti të bëhet kryeminist i Turqisë. Ishte hera e parë që një lider fetar merrte drejtimin e qeverisë turke, por qeveria e tij zgjati vetëm një vit. Në vitin 1997, pas presionit të ushtrisë dhe elitave turke, Erbakan u detyrua të jepte dorëheqje në atë që më vonë quajt grushti i shtetit postmodern. Megjithatë, ashtu si shumë liderë që sfidojnë sistemin edhe pas rrëzimit, ndikimi i tij nuk u shua, përkundrazi u bë më i fortë. Sot, idetë dhe filozofia e Necmettin Erbakanit vazhdojnë të jetojnë përmes brezave të rinj. Politika që shohin atë si një figurë frymëzuese, si një udhëheqës që besojnë në një Turqi të fortë, të pavarur dhe me vlera. Lëvizja e tij, Milli Gyrysh, ka lënë gjurmë në shumë vende islame dhe ka ndikuar në formimin e partive politike që mbeten të rëndësishme edhe sot. Necmettin Erbakan, një lider, një vizionar dhe një njeri që ndryshoi historinë politike të Turqisë përgjithmonë.